shumë merita të mëdha me këtë kompletim ka në Gjipje, por edhe pjesa tjetër e udhëheqësisë që mbështesin, nuk diskutohet, por me këtë ekip Ballkani unë mendoj që barabar mos thëm ka një përparësi të vogël për titull kampionit. Sushorin Dienën e ka për më të mirë. Është ekip i cili me plot merit. I vetëm të dritës. Para kretëve të drita lunaj. Kush? Para kretëve. Ballkani ti ka kushtu shumë ky ndryshim, sepse ndimi jot aty se është broja dhe Daviçja që janë aty të jashtëzakonshëm. Para dyve pa problem kish luaj. Me motorikën që e ka me kilometra që i bën është para dyve kish luaj. Ose me dy të bashkë. Mendimi personal vazhdo. Jashtëzakonshëm. Mendimi jot është. Sot e kallzoi 90 minuta e mur topin. Motorrek. Këto janë të kallzuar që në 3-4 stinor. Ballkani bu kampion, po harron 3-4 stinor më herë. Po nuk diskutohet edhe drita është ekip shumë cilësor. Që janë të lehtë. Viktor, drita është ekip shumë cilësor, po tregohet në arenën ndërkombëtare, nuk diskutohet kjo as pak, po na po flasim për Ballkanin aktualisht, çu është? Në rregull. Domethënë i cili ka ndru trenerin, kështu ishte. Dhe plus Ballkani ka komoditetin që nuk merr pjesë në gara evropiane, është si dihet vazhdimi i kampionatit. Po pra, edhe kjo është shumë e saktë sepse Ballkani, ky trener vetëm e ka shfrytzuar potencialin ekzistues edhe punën, me siguri ka pas disa parime në fazën e sulmit edhe mbrojtjes, ekipi është mobilizuar mirë. Edhe ka pas një akord me përgatitur ndeshjen, drita ka luajtur mas 3 ditëve, sa po vjen. Ballkani ka pas një akord me lut kundër dritës. Po unë më tepër po du me arsyetu dritën që ka humb për një ekipit që është shumë cilësor. Prandaj të njëjtën gjatë drita mundet me shku me fitu në Suarek. Po diskutohet kjo. Domethënë kjo është, por Ballkani është, unë mendoj ekipi më i kompletuar në ligë është Ballkani. Top 3 drita Prishtina Ballkani. Unë po ashtu